I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, miq dhe pjesëmarrës, të dashur qytetarë që na ndiqni përmes ekraneve dhe rrjeteve sociale. Sot nuk po flasim vetëm për politikë, po flasim për jetët tona, për përditshmërinë tonë, për rinin e sotme dhe për brezin e ardhshëm, për Shqipërinë që ndërrojmë dhe për Shqipërinë që po na rrëshket nga duart. Nuk ka më vend për iluzione. Shteti ka rënë. Bashkëpunëtorët më të ngushtë e Edi Ramës janë ose në burg, ose në akuzat të rënda për vjedhje, dhe kjo nuk është më çështje perceptimi. Ky është një realitet i hidhur që çdo familje shqiptare e ndjen në xhep, në shëndet, në arsim, në shpresë. Prej më shumë se një dekade, qytetarëve po u bëhet jeta e pajetueshme në vendin e tyre. Të rinjt largohen çdo ditë nga pamundësia. Shqipëria nuk është me e tyre, por e një grushti njerëzish që vetëm pasurohen. Kjo është një skeme mirëfillt dhe koka e kësaj skeme është kryeministri, të cilit i është qerr maska. Sot edhe mbështetja ndërkombëtare për të nuk është më si dikur, sepse e vërteta zhytet, por nuk mbytet. Shqipëria nuk e nxin faqen e saj në botë për shkak të opozitës. Jo, Shqipërinë e dëmtojnë aferat, skandalet, vjedhja dhe një qeverisje që e ka parë dhe sheh vendin si pronë private. Por miq, ky nuk është fundi i historisë sonë. Ky është momenti i kthesës. Rënja e këtij regjimi nuk është më çështje a do të ndodh, po kur do të ndodh. Dhe kur varet vetëm nga ne, nga qëndresa jon, nga protesta jon, nga revolta jon. Nesër, më 10 shkurt, nuk kërkohet vetëm një protest, kërkohet një betim. Partia Demokratike dhe kryetari Berisha ua ka shtrirë dorën të gjithë opozitës. Po, Partia Demokratike është sot alternativa më e mirë për qytetarët. Po, kemi kaluar sfida, po, kemi kaluar kohë të vështira, por pikërisht këto sfida na kanë bërë më të fortë, më të vetëdijshëm, më të përkushtuar për t'i shkuar deri në fund këtij misioni. Rrëzimin e kësaj qeverie dhe zgjedhjet lira, pastaj ju do mund të zgjidhni vetë. Partia Demokratike ka treguar edhe më parë si të punoj për një jetë më të mirë për shqiptarët. Ka treguar se zhvillimi nuk është slogan, por politika konkrete, punësim, arsim, një jetë me dinjitet për familjet shqiptare. Imagjinoni një Shqipëri ku rinia të jetë përparësi, jo statistikë e migracioni. Një Shqipëri ku askush mos ndjej se ardhmja është diku tjetër, përveç se këtu. Ne nuk premtojmë mrekulli, por premtojmë zbatim të ligjit dhe një shtet në shërbim të gjithë qytetarëve. Të dashur miq, koha e frikës ka mbaruar, koha e heshtjes ka mbaruar. Tani është koha e qëndresës, është koha e guximit, është koha e bashkimit. Arsimtar, mjek, infermier, fermer, student, arkitekt e inxhinier, gazetar e analist, jurist e taksist, artist e sportist, sipërmarrës, demokrat, opozitaret pa parti, nga Tirana dhe e gjithë Shqipëria, takohemi nesër më 10 shkurt këtu në këtë shesh në orën 17 për të përshkruar së bashku kilometrin e fundit. Faleminderit. Mirëmbrëma, qytetarë të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, mirëmbrëma i nderuar doktor Berisha. Kënaqësi jem sot këtu në këtë foltore. Sonte jam këtu jo vetëm si një person i angazhuar politikisht, por mbi gjitha sonte jam si qytetare. Jam si qytetare e lirë akoma e këtij vendi dhe nuk dua të hesh dhe nuk do të hesh. Nuk do të hesh kur shoh që vendi im sot po pëson plagën më të madhe, shpopullimin. Eurostat ka thënë qartë 1.1 milion shqiptar të larguar në këto vite. Është plaga më e madhe e këtij vendi, pasi shumë nëna sot janë pa fëmijët e tyre. Nuk mund të hersh kur shoh sot se si shëndetësia jo vetëm që nuk është falas, por ajo në vend të jetë në shërbim qytetarëve, është kthyer në një biznes,
kur qytetarët shqiptar janë të detyruar të paguajnë çdo ditë për ilaçet, për konsultat, për analizat. Unë nuk mund të hers kur shoh si nën që arsimi sot ka degraduar dhe fëmijët e mi janë detyruar të arsimohen, jo ashtu siç arsimohet çdo fëmijë i një vendi evropian. Unë sot nuk mund të hers kur shoh se si bandat dhe patronazhistët caktojnë akoma rezultatin e zgjedhjeve. Shqiptarët nuk zgjedhin të lirë. Unë nuk mund të hers sot kur shoh se si korrupsioni ka arritur në shifra galopante. Nuk mund të hers kur shoh se si gjysma e kësaj qeverie është në burg dhe tjetra pretendon për burg. Dhe rasti më flagrant është i zëvendës kryeministres Balluku se si e mban peng akoma qeverinë. Unë sot këtu jam që t'ju bëj dhe një thirrje. Dua që gjithë ne në një moment reflektojmë. Dua t'ju bëj thirrje që të merrni pjesë nesër në protestën e thirrur nga opozita. Në fakt, unë nuk dua që ju ta shihni këtë protestë një detyrim që keni ndaj thirrjes së opozitës apo dhe doktor Berishës, sepse opozita dhe doktor Berisha po e bëjnë punën e tyre kundra këtij regjimi. Dua të reflektoni si një detyrim qytetar që ja keni vetes, ja keni fëmijëve, ja keni prindërve, ja keni këtij vendi. Faktikisht, dua ta rikthej pak në kohë, me 20 shkurt të vitit 1990, shqiptarët u bën të gjithë bashkë dhe hollën poshtë bustin e diktatorit. Besoj se historia na thret përsëri në kohë dhe duhet bëhemi përsëri gjithë bashkë për të rrëzuar këtë regjim. Për të rrëzuar faktikisht këtë narkodiktaturë, sepse është fiks narkodiktaturë. Unë jam një vajzë e qytetit Durrësit dhe si e tillë faktikisht do më lejoni të ngri dhe 3 çështje të vogla qytetit tim, ja kam detyrim atyre. Faktikisht qyteti Durrësit është shembulli tipik i keq qeverisjes së këtyre 12 viteve, po jo vetëm qeverisje qendrore, por dhe 25 qeverisje lokale. Dhe përgjegjësit kryesor janë 3: Edi Rama, Vangjush Dako e Mirjana Sako. Durrësi fatkeqësisht vetëm brenda një viti është përmbytur 3 herë. Qeveria Rama, bashkë me kryetaren e bashkisë Mirjana Sako, kam propaganduar se si ndërtuan një hidrovor i cili kushtoi qytetarëve durrësak plot 20 milionë euro. Këto jo vetëm që ja vollën këto fonde qytetarëve durrësak, por shkuan dhe ndërtuan një hidrovor i cili është jashtë çdo kushti teknik dhe nuk e kryen funksionin e tij. Dhe qytetarët durrësak fatkeqësisht duhet luten që mos bie jo më shumë se 15 minuta shi, sepse do t'i shohin shtëpitë e tyre të përmbytura, biznesin e tyre, gjithë jetën, gjithë mundin e tyre. Dhe sot që flasim, ato akoma nuk janë dëm shpërblyer. Një çështje që dua të ngrej këtu me ju është dhe rindërtimi. Ju premtua qytetarëve durrësak që ky proces do merrte fund në vitin 2022. Jemi në vitin 2026 dhe ky proces ende nuk ka marrë fund. Qytetarët durrësak ende nuk janë në shtëpiat e tyre. Një çështje tjetër që dua të ngrej jo për nga rëndësia së fundmi është dhe projekti TIT. Një projekt totalisht pa transparencë. Qytetarëve në emër të zhvillimit po i vidhen përsëri pronat. Asnjë konsult me banorët, asnjë transparencë me ta. Por gjithashtu qyteti të Durrësit dhe vetmja lagje që i kishte ngelur për treguar historinë e tij, lagja numër 1, lagja amfiteatrit siç e njohin durrësakët, edhe ajo po i vidhet identiteti. Ndaj dhe njëherë ju bëj thirrje që nesër me datë 10 shkurt ta shfrytëzojmë këtë datë si një mundësi për të folur, sepse është e vetmja mundësi që kemi për t'i kthyer vetes dinjitetin, normalitetin dhe ato që i takon Shqipërisë, një vend si të gjithë vendet e tjera të Europës, aty ku e kemi dhe vendin. Faleminderit. Të dashur shqiptar, qytetar të lirë dhe qëndrestar të demokracisë. Ju përshëndes sot me respekt dhe mirënjohje sepse jeni zëri i ndërgjegjes, shpresa dhe vullneti i mirë për të ndryshuar këtë keq qeverisje. Unë jam Katerina Bano, këshilltare në Bashkinë Lushnjë dhe studente në Fakultetin e Drejtësisë. Patetike apo jo? Studioj dhe jam investuar në një element të panjohur në shtetin tonë. Sot jemi këtu jo thjesht për të folur, por për të thënë të vërteta që as nuk mbajnë dot më të mbyllura. Shqipëria po shpopullohet, jo nga rastësia, as nga fati, por nga keq qeverisja, nga padrejtësia dhe nga hajduteria. Siç thoshte edhe Ismail Qemali, një kom mbahet nga arsimi, drejtësia dhe ndershmëria. Sot këto shtylla kanë rënë. Këto shtylla i rrëzuan me qëllim.
Arsimi është themeli i çdo shoqërie. Ai është lënë në harres. Mësuesit janë të nënvlerësuar, të mbingarkuar dhe të keq paguar. Në shkolla mungojnë kushtet, madje në shumë zona, në ato rurale nuk ka më as shkolla. Universitetet janë të politizuara, ndërsa studentët shohin diplomën jo si shpresë, por si një bilet ike. Kur arsimi dështon, e ardhmja largohet. Arsimi është arma më e fuqishme për të ndryshuar botën. Por në një shtet që nuk investohet në arsim, prodhohet shëndetësi e dobët dhe shoqëri e pambrojtur. E një shoqëri e pambrojtur nuk mund të ketë siguri reale. Dhe pikërisht, pasojat e këtij dështimi i ndjejmë drejt për drejt edhe në shëndetësi. Spitale pa staf, mjek dhe infermierë që largohen çdo ditë, qytetarë që paguajnë 2 herë për shëndetin e tyre. Shëndeti është kthyer në luks, ndërsa dinjiteti njerëzor është zhdukur nga ky sistem publik. Sot policia e shtetit është një tjetër viktimë e keq qeverisjes. Policë me paga të ulta, me rritje jo reale që nuk përballojnë dot jetesën normale. Orare të stërgjatura, pa pagesë për orë suplementare, pa trajtim psikologjik, pa trajtim shëndetësor falas, edhe pse rrezikojnë jetën për ne çdo ditë. Karriera nuk ndërtohet dot mbi meritën, por mbi lidhjet me krimin dhe preferencat e kupolës. Baza materiale është e dobët, veçjet sinore janë të pamjaftueshme. Një polici e lodhur, e poshtruar dhe e përdorur politikisht nuk mund të mbrojë dot qytetarin e lirë. Kur pushteti nuk kufizohet nga ligji, lind tirania. Dhe sot, ligji nuk po mbron dot as qytetarin, as policin, as mjekun dhe as mësuesin. Kjo është arsyeja pse të rinjt ikin, pse familjet ndahen, pse Shqipëria po zbrazet, sepse askush nuk e ndërton dot të ardhmen aty ku nuk ka shpresë, ku nuk ka siguri dhe as dinjitet. Por historia na ka mësuar diçka tjetër. Skënderbeu thoshte, liri nuk ta fal kush, ato duhet ta fitoni. Sot është koha të fitojmë sërish shpresën, dinjitetin dhe të ardhmen, për një Shqipëri që nuk i largon qytetarët e saj, por i mban këtu, për një shtet që punon për njerëzit dhe jo kundër tyre. Takohemi nesër, faleminderit. Mirëmbrëma shqiptar demokrat dhe demokrate. Do doja t'ju përshëndesja të gjithëve një nga një për qëndrimin tuaj stoik në gjithë këto vite. Përshëndes përzemërsisht profesor Dr. Sali Berishën, liderin historik të Partisë Demokratike, prisin e të gjitha betejave politike që kanë zhvilluar shqiptarët kundër diktaturës. Sot jemi më shumë se herët e tjera, sepse bashkë me ju janë dhe qytetarë të tjerë, të cilët i bashkon i njëjti hall me ne, që kanë kuptuar se armiku më i rrezikshëm sot është kjo qeveri e korruptuar që po drejton shqiptarët. Unë jam një prej jush, kam kuptuar dhe kam refuzuar të pranoj që ka më pak nga çfarë mund të ofroj. Jemi shumë në të rinj sot, të cilëve na drejtojnë gishtin dhe na quajnë fajtor se nuk bëjmë asgjë, se jemi brezi ankesave. Të vetmet ankesa që kemi sot është se nuk kemi zgjidhje për asnjë problem. Nuk na ofrohet asgjë përveç se të marrim rrugët e të largohemi nga vendi ynë, nga prindrit tanë. Unë sot refuzoj, prandaj jam këtu. Refuzoj të largohem. Refuzoj të lë prindrit e mi që më rritën me sakrifica. Por refuzimi nuk mjafton. Unë sot guxoj dhe dua t'i bëj thirrje të gjithë të rinjve. Të bashkohemi se kjo qeveri kriminale na ka bërë të ndihemi të pamjaftueshëm. Ku ne që nuk dim të vjedhim, jemi të varfër. Ku ne që nuk kemi para sa ai që zgjohet dhe flot duke shkelur mbi veten dhe të tjerët, ai që e bën sepse i kanë mësuar se sot kjo është e vetmja mënyrë për të çarë përpara, sepse ka rënë pre e këtij sistemi tiranik zullumçar që i ka mësuar se bolloku i së keqes të bën sot të fortë. Leksionet e këtij që nuk dua t'i përmenda semrin, këtij ditëziu, mavriu e të gjithë epitetet që i ka vënë Bela nga mbrapa. Leksionet e këtij për brezin e ri sot janë vidh, mashtro, merru me drogë se kështuja do qefi, palo zotris. Rreziko jetën dhe largohu larg familjes, sepse vetëm kështu i ke xhepat plot dhe ke status në shoqëri. Po me ne që nuk dim të vjedhim, ne që refuzojmë të merremi me drogë, ne që refuzojmë të jemi patronazhistët dhe veglat e tua qore, sepse ne kështu na kanë edukuar prindrit tanë që zgjodhen në jetë rrugën e ndershme. Çfarë do të bëhet me ne? Ke mbushur kafet plot me studentë që kanë mbaruar studimet e larta dhe qeveria nuk u ofron asnjë mundësi që Shqipëria ka për ta. Ti duhet kesh frikë nga fuqia e tyre,
që i ke bërë të ndihen të mposhtur përballë hajdutëve, i ke bërë të ndihen të varfër përballë miliona eurove që u ke vjedhur atyre prindërve të tyre dhe gjithë shqiptarëve. Ti hajdut i pangopur që po të plas barku që ha e pi ver 33.000 euro dhe këtë vend e ke zhytur në mjerim. Kush je ti që na pas ke jetën në dorë? Kush je ti që po u jep rrugët të rinjve? Ti që vjedh Shqipërinë për të vjedhur zgjedhjet dhe vjedh zgjedhjet për të varfëruar çdo shqiptar. E bëre pabesisht, na vodhe ëndrat, na vodhe mundësit për të punuar e për të jetuar. Bashk me çdo të ri sot janë dhe prindrit e ti që shqetësohen më shumë ndoshta se ne për ne. Ne nuk i kuptojmë sepse na zien koka pse bëjmë kaq pak për veten, për prindrit, për njëri tjetrin. Rrimë pak me miqe me shok, nuk krijojmë dot familje sepse sot rrogat nuk janë asa gjysma e qëras, sepse sot një apartament nuk blihet dot, sepse sot një i ri nuk blen dot një xhup të ri, ndërsa ti dhe banda jote krimit keni 3 milion euro për vinotekën e gysit tënd. 300 apartamente dhe jate luksoze të asaj belës që nuk po e dorëzon dot, se në fakt ke hallin e kokës tënde. Nuk ta lëm ta pish më atë verë ty do ta nxjerrim nga hundët, sepse mallkimi këtij popullit të shumëvuajtur nuk do të shkoj kot. Pasuria që ke vënë nuk është fryti punës tënde, por i grabitjes së madhe që i ke bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Qëllimi i një frikacaku ishte që duke na varfëruar të ndihemi të lodhur, të bëhemi të këqinj me njëri tjetrin, sepse kur njerëzit luftojnë për bukën e gojës, nuk kanë me energji as të mendojnë me barkun bosh. Shqiptarët kanë jetuar dhe përpara teje, e dim nga vim. Le të qohemi sot ne që deri dje ndiheshim të vegjël përballë këtij pushteti që nuk e llogariti asnjëherë njeriu e drejtë dhe punëtor. Ky sistem që krijove na bëri të flasim me vete. Çfarë kemi ne që meritojmë kaq pak? I bëre të rinë të kenë probleme psikologjike sepse vendose standardet e gabuara. Kush është i pasuri, është më i miri. Po këto pasuri si viheshin? Me dhunë, me vjedhje, me grabitje. Ja pra, ne jemi ata që nuk dim t'i bëjmë këto dhe sot jemi të varfër. Të rive u anëzore të pa dobishëm studimin, sepse sot shëmbulli i suksesit është krimi dhe vetëm krimi. Miqtë e mi, demokratët e mi të shtrenjtë, shqiptar kudo që jeni sot, ne jemi pa qeveri, se pjesa më e madhe ministrave janë në burg. Zëvendës kryeministra e pandehur në prag arrestimi dhe i ka zgjatur dorën ta marrë dhe këto me vete. Duhet të dalim për zot këtij vendi dhe të zotët jemi ne, shqiptarët e ndershëm. Të ngrihemi nesër për veten, të protestojmë për pensionet qesharake të prindërve tanë, ti që na i trajton prindrit si lypsar, ti që ke kufizuar çdo mundësi tonën për t'i ndihmuar ata, ti që ke krijuar sistemin e shëndetësisë ku prindrit tanë detyrohen të kryejnë shërbime në privat dhe ne ndihemi keq se nuk ja paguajmë dot dhe ata heshtin se i din mundësit tona. Ti që po ndan çiftet e reja apo prish familjet, sepse me të ardhurat që u siguron kjo qeveri, nuk blejnë dot një shtëpi, nuk paguajnë dot qëra, nuk lindin fëmijë se nuk ju ushqejnë dot, nuk përpallojnë dot kostot e jetesës. Ti që i ke bërë njerëzit të flasin me vete, dilni o shqiptar nesër në shesh, dilni tregojni kush jeni, tregojni këtij se ky vend ka burra e gra që luftojnë akoma për veten dhe familjen e tyre. Dilni e tregojni këtij që tun 83 mandatet e farsës elektorale. E dini ju që 83 mandate është liria e vjedhur e çdo shqiptari, është liria juaj. Dilni dhe tregojni hajdutit që nuk e vjedh dot atë, lirin tuaj, shtëpin tuaj, të ardhmen tuaj. Tani dua ta mbyll duke cituar Andon Zakon Çajupin duke thënë rreshtat e tij: erdhi dita të ngrëshkok të kërkosh lirin, bashk me shok të luftosh, të ngrihemi të dëftojmë trimëri, ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Kam nderin
të ftoj të jap fjalën liderit historik, kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishën. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta, por edhe mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush. Qytetarë dhe qytetare guximtarë, njerëz të sakrificës, që për të mbrojtur të vërtetat që besoni, protestoni këtu çdo të hënë, dhe jo vetëm për veten tuaj, për familjen tuaj, por jeni zëdhënës të mbarë shqiptarve, jeni zëdhënës të të gjithë qytetarëve të lirë. Dhe në këtë aspekt, jeni frymëzim për çdo shqiptar. Të dashur miq, motivet e protestës sot janë të pafundme. Qeveria ka humbur çdo legjitimitet. Ajo është frut i farsës elektorale, i shkelbimit mbi vullnetin tuaj, mbi votën tuaj. Ajo është frut i krimit monstruoz të përmasave europiane dhe botërore, karteleve më të zeza të drogës, që helmojnë çdo ditë me mallin e tyre me të cilin pasurohen fëmijët e Europës, dhe jo vetëm të Europës. Protesta është e ligjshme ndaj një qeverie që nga mëngjesi në darkë vetëm vjedh qytetarët e saj. Një qeveri që s'ka asnjë legjitimitet dhe që duhet të shporur një ditë më parë. Protesta është e ligjshme, është jetike, kundër një qeverie e cila në 13 vite varfroi çdo vit e më shumë shqiptarë. Në 13 vite ajo bëri që ata sot të jenë qytetarët më rrogult dhe në pensionet më të ulta në rajon. Ajo bëri me politika që vjedhje që bëri, që ata gjysmë e tyre të jenë në varfëri ose rrezik varfërie. Gjysmë e tyre të mos ushqejnë dot si duhet fëmijët e tyre. Protesta është e ligjshme ndaj një qeverie e cila në mënyrë të qetë, në një farë mënyre po shkreton këte kombë sa asgjë tjetër në historinë e tij nga vitet 1300 gjersot. Po i largon shqiptarët nga Shqipëria. Por sonte ne jemi këtu për të bërë thirrje për protestë çdo shqiptari, edhe për zhvillimin dramatik që Edi Rama në mbrojtje të vjedhjeve të tij ka vendosur t'i pres Shqipërisë rrugën e Europës. Ka vendosur t'i mbyll Shqipërisë dyert e Europës. Miq,
2 ditë më parë, a ju ftuat shkonte në Bruxelles për t'i komunikuar këto që ne kërkojmë sot, shtetin ligjor, heqjen e imuniteteve, gjykim në korrupsionit. Para se të nisej, zbashku me Lubin bën mbledhjen e grupit parlamentar. Dhe në një sfidë të hapur, në një sfidë që te i kalon çdo lloj standardi i dërguar në Europës mesazhin se integrimin e ndërpresim, por drejtësinë nuk e njohim. Miq, në Bruxelles, Edi Rama do t'i transmetohej një mesazh. Mos pengo drejtësinë, se ne të mbyllim derën. Ishte i thjesht. Sot të mëngjes, Edi Rama ju përgjigj. Më mbyllni derën, se lkurën time nuk është e skurr. Se Lubin nuk e dorëzoj, sepse po të dorëzoj Lubin, duhet dorëzoj veten time. Pra, sonte çdo shqiptar ndodhet para këtij kërcënimi të tmerrshëm madhor. Edi Rama me vendimin e sotëm u tha shqiptarëve se integrimin e japim, por korrupsionin nuk e dorëzojmë. Por vetën tonë, lëkurën tonë nuk e dorëzojmë, lëkurën e tij. Në këtë kuadër, protestat tashmë janë jetike dhe vendimtare për të shpëtuar atë ëndër që nuk ishte vetëm e jona, nuk është vetëm e jona, nuk ishte vetëm e studentëve të viteve 90, po atë ëndër që ishte e formsuar nga rilindja jonë, të cilët për Shqipërinë parajs konsideronin ta shihnin zonjë midis kombëve tjera europiane. Kjo ëndër e rilindjes u bë ëndër e rinisë shqiptare në vitet 90, u bë motiv kryesor i saj në luftën kundër diktaturës komuniste. Në ndjekjet kësaj ëndre, Partia Demokratike lokomotiv e proceseve të integrimit ja doli të firmos marrëveshje stabilizim asocimit, ja doli të liberalizoj vizat, ja doli të marrë rekomandimin për statusin e kandidatit. Pra, ne ishim lokomotiva e integrimit në Bashkimin Evropian. Programi ynë ka qëllimin më madhor, integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pas çlirimit të Kosovës, interesi ynë kombëtar, ylli ynë është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tani, një balozi zi, një organizat kriminale do të mbyllë shqiptarve rrugën drejt Europës.
do në të asgjësoj drejtsin, shtetin ligjor, kushtetutën, për të mbrojtur parat e krimit, vilat, apartamentet, kontët bankare brenda dhe jashtë. Shqiptara do pranoni ju këte. Kur? Ndaj dhe nesër, është beteja për integrim në Shqipërisë Bashkimin Evropian, për dyert e hapurat Shqipërisë. Nesër, mesazhi ynë është një dhe vetëm një. Mos guxo të luash me fatin e shqiptarëve, se fatin e nënvërhor çdo kesh edhe ti për zgjalli. A ka krim më të shëmtuar se ky? Një popull që vojti shekuj, një popull që njohu regjimet më çnjerëzore, varfrit më ekstreme, një popull që priti dhe pret me padurimin më të madh, si arritin e jetës të këtij kombi integrimin në Bashkimin Evropian. T'ja mbyllim derën tani për vjedhjet që ka bërë Edi Rama, për vjedhjet që ka bërë organizatat e tij kriminale. Jo kur. Ndaj dhe unë jam këtu për të zotuar para jush, para shqiptarve, sa asgjë në botë nuk do mund të pengoj qytetarët e këtij vendi pa hedhur në lan qeverinë e krimit, qeverinë e drogës, qeverinë e hajdutëve, qeverinë anti-shqiptare, qeverinë anti-europiane. Miq, mirë. Dakord, mirë. Le mos e luaj. Le mos e luaj. S'ka gjë. Pra, nesër është një ditë e madhe. Është një ditë e shqiptarëve për Europën. Është një ditë e shqiptarëve për të ardhmen e tyre. Është një ditë e shqiptarëve për prosperitetin e tyre, për begatinë e tyre, për lirinë e tyre. Në qoftë se ne jemi Në qoftë se ne shpallim solemnisht para shqiptarëve se për opozitën integrimin në Bashkimin Evropian është e ardhma me shkëlqyer, sepse ne besojmë se integrimi do të thotë qytetar më të lirë, qytetar më të mkëmbur, qytetar më të sigurt, Shqipëri më e zhvilluar. Asgjë s'na ndan del nga kjo rrugë. Ndaj dhe nesër, ftoj qytetarët e Tiranës, këtij qyteti të bekur, të dalin të gjithë në shesh, ftoj shqiptarët të bashkohen, të ngrem zërin ton, zërin të ndigjohet në Bruxelles dhe mbar Europën, sa asgjë s'ta shkput dot nga qëllimi ynë. Nesër u bëri thirrje forcave të rendit të marrin vendimin historik, të bashkohen me protestuesit. Bashkohen me protestuesit, sepse bashkoj me interesin e vendit tuaj, me interesin e familjeve tuaja, me interesin tuaj, me të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ju bëj thirrje, bashkohuni me protestuesit, të shporim këtë band kusarsh që s'ka patur kur Shqipëria në krye si sot. Bashkohuni,
me misionarët e kombit, që do shpëtojnë kombin nga kjo rëkullisje, do shporin këte organizat kriminale nga qeverisja, do rikthejnë ligjin, kushtetuten, të drejten, lirit, vot e lirë, më këmbjen, udhëtimin drejt Europës. Rofshiu. Edhe njerë, të gjithë në ora 17, në Tiranë, në kryengritjen paqësore, kryengritjen e fitores, kryengritjen e tashmes, kryengritjen për Europën. Një milionje pa kufishme, Komisionit Europian, për deklaratën e sotme, në cilën i tha krye banditit, krye hajdutit, se kur drejtësin s'mund t'a pengosh, le të bëmi ne përmarrues të vendimit, ta detyrojmë hajdutin të shkojtë aty ku e ka vendin. Edhe njerë, nesër, e gjithë Shqipëria në Tiranë, Tirana në bulevardët dhe rrugët e saj. Fitore, fitore, fitore.